Po jam i martuar që 2 vjet. Martesat i ndalan do sene, që shqipe qashëm, mush është pak men, jem pak ma rahat, dalmi me dikan, ta bëm takime me femna, pa mor parasysh, dhe qëta sen janë zina. Shumë jam pishman, elhamdulillah i fali 5 namaz, po besoj që Allah më ka fal. Pëjtën, ne? Grusi ku më ka zu për të kalume, po s'ka dhe shka interesant as asojnë, as dhe më thonë as për mu, as për ata. Merësh. Po me irë na qëtu me sene privatit që punaj sene. Ponj, me rasti që nuk rrinë. Qa është? Nuk rri. Për qëfar kohë punon? Qëfar moshe keni se punon? Si vogël, valla. Si vogël. Sa vjeçar keni pas keni se punon? 9 vjet, 10 vjet. Visha kena nisë më mirë me diçka. Punën e parë atë këtu që ki punu? Po, në ofer kom pas si automekanika, vëden këta, si ndim si tëre. Atë va kështu? I fejum i martum? Po, jam i martuar që 2 vjet. Ku ka ratu? Mirë, A i kira pishmon që martu? ja jo, kur si bi pishma. Deri fund jetës. A ke qenë ma i lumtur kur e kanë pa martu ata që i martu? Martesat i ndalan do sene, që shqipe qashëm, mush është pak men, jem pak ma rahat. Apo kuptan. Po më varet edhe për njerëz, dhe se shemë dikush është mësua në veçar, dikush rahatohet martes. Çka ndaloj martesa aty? Martesa më ndaloj prej zinos, dhe më thonë, prej lakmis, edhe normal, ka shumë sene tjera, dhe më thonë, është tjetër botë. Qysh e sheh? Tjetër botë, tash ndryshimin. Qysh me të kallëzu. I lumtur, i knasht, dhe më thonë, njerit i thjesht, mirë, jo keq. Po, zinos i pjenë gjinohe këto që ki po? Zino, po, so është si pas fejës që me. A ki po na gjino? Ha? Po tash qëre tash na djem 3 gabojmë që me, dalmi me dikan që me, ta bëm takime me femna, pa mor parasysh, dhe qëta sen janë zina. Shemë, se nëse preket një femën, është zina e huaj. A dhe, e qashtu. A e përna pishmon të madhë që ki po na i zina kështu që e sot pishmon? Po jam, po. Po ta shemë që kum dal, a dhe me dikan shemë më zatet, a dhe. Dore mja prek mjafton, e le sen e tjera. A kuptan. Që kja është? Sot sa i pishmon për to? Shumë jam pishman. Elhamdulillah i fali 5 namaz, po besoj që Allah më ka fal. Pëjtën, ne? Inshallah bëhet mirë. A i ke kalëzu për të kalumën, grusi? Grusi ku më kalëzu për të kalume, po s'ka dhe shka interesant as asojnë, as, dhe më thonë, as për mu, as për ata. E vazhdo mirë të në tënë, edhe i kësha thonë gjithë kujna, mësë më interesu e kalumja. U kanë qka u kanë. Njeri është mirë mu përmisu edhe mu pëndu, dhe më thonë të zoti që mësë mi përsërit ma. Me dash një person, mu martu me ta, me kriju familje, edhe mësë me vazhdu me tjera sene. Me këqyrë punën e vetë edhe për. Qëka të kështë dash një jetë me përsërit ma? Mësë me përsërit ma, kalzova, alloj, që kja e zinos, për tjetër s'kum pas diçka që kum bu keq, s'kum bu keq, s'm ka një keq as kujt, po mirë tash, elhamdulillah. A i ke bona herë më një keq pa dashit? Shumë herë. Persona që më kanë dasht, e nashta kum shku me fishmi shfridzu, a vëden. Po njeri gaban tash, i ri. Dash me shfridzu? Po, E ka një ri? po. Jo më ka një ri, nuk kum pas interesin e martesës, apo kuptan. Nuk kum pas interesin e martesës, kum pas shemë vishku me kalu, a vëden. Po jam shumë pishman. Sa po në lutje për ato pëndime që ki po? Inshallah ma bujnë halal. Çka me thonë tjetër, inshallah ma bujnë halal. E jeta vazhda. Përgjithsi, a më vënë? Qysh është jeta për ty? Jeta për mu, që të moment e jam ma i lumë të rinë botë. Pse? Jëm kop me fe, jëm kop me namaz. Kjo është jeta, është arsyje jetës. Dhe më thonë që e kini arsyje për me jetu. Tjerat janë kitë tjeshti. Kjo lidhja me fejnë, më duket të kanë ndryshuar si përse. Shumë. Unë si pi vëzlimin, dhe më thonë, unë e kum pas namazin, e kum pas fejnë, apëden. Po njeri të shku e të përmisu edhe ma shumë. Të e kuptu që shka do më thonë Zoti.
shka të më thonë masia ti, apo thonë mëshira ti. Gjithë shka kun kuptu, po, elhamdulillah. Lutjet më të mëdha që i bësh cilat janë ato? Më të moja, do më thonë me kotët e me pashëm, edhe pastaj përpashme, a veden, qëta sene. Si çdo njeri, shem. A ke qenë herë të bëj lutje? Shumë herë. Se kum di vetën a unë folë Zoti ajo Zoti është falës, është i mëshirshëm, Zoti folë. Po, shpresat mojnë, e mojnë njerin. Për çfarë rasti ke kajtë të bëj lutje për shembull? Rasti, ndonjëherë kum kojtë edhe shemë edhe pi mëshirës, për mirësisë, apo në Allahut, shemë që Allah më ka dhonë një bakshurë të mirë, apo kuptan? Sikur që kum desht, vetë, Allah më ka falë, apo kuptan? Që ajo është mëshira që Allah më ka dhonë mirësi, është bakshurë të jemë. Se falenderues për këtë dhuratë. Shumë, shumë. Nuk mëj me falenderu, s'mëj, s'ka më, që me thonë, shumë jam falenderues. Tu bisedën gjithë gjenerata të reja, gjithë personave që ndoshta shikojnë këtë video, kanë më shikuar shumë, që ajo kishte një mesazh, një këshill. Një këshill për jetë. Kësha thonë me mos më gu që me gjojtë personin e duhun, se nuk është vën kur, a i ki 25, a i ki 30 vjetë, nuk është kur vën. Mund është me gjojtë personin e duhun nëse qofë se i devoshmi është me devoshmen, i keqi është me të keqin. Dhe më thonë këtu mund është me barazu vetën, sa mund është me gjithë mira jo. Se ka dikush që më thëtë, po du me gjithë një person të mirë, a beden, një person pa gabime, s'mund është me gjithë. Apo kuptan, qysh i vetë ka më konë edhe bashkurt. Ma të mira të urojmë një jetë. Faleminderit. Ditën e mirë.